Kryetari i ASH-s Arben Taravari mbrëm para simpatizantëve të partisë, tha se po dalin nga qeveria për t'u rikthyer më fuqishëm. Ai shtoi se dëshiron që kur të jetë në qeveri mos të jetë si kukull. Qeveria disi u hub në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Situata në administratën shtetërore fatkeqësisht e shifni, ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe tendenca që shqiptarët të marginalizohen, dhe Aleanca për Shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dinjitet kur krejt vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësuar dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal e mandej edhe në pushtetin qendror. Duam kur jemi në qeveri mos jemi kukull. S'mund ta lyjmë këtë rol. Ose do jemi si duhet, ose më mirë mos jemi në qeveri. Taravari u kritikua nga dy partnerët e koalicionit për afrim me BDI-n, por ai mohon këtë. Thotë se vërteta e vetme është se si parti kanë vendosur të dalin me lista të veçanta këshilltarësh në zgjedhjet lokale. Megjithatë, një gjë e tillë është e papranueshme për Vlenin. Skena politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është e ndarë në dy tabore, BDI dhe të tjerët dhe Vlen, prandaj edhe matematika është e thjeshtë, ose je me BDI-n e korrupsionit ose je me Vlenin e ndryshimit. Në këtë rast i ashtu quajturi neutralitet është në shërbim të Soravis. Edhe kryeministri Mickoski dje tha se Taravari dhe disa njerëz përreth tij janë të vendosur të kthehen në përqafimin e Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Siç paralajmëroi këtë ditë, do të pi kafen e fundit me Taravarin, duke bërë të qartë largimin e ASH-s nga qeveria.